Këto pamje nuk vijnë nga një vend i largët, por nga lumi Osumi, I cili përshkon bashkitë Berat dhe Dimal. Pamjet I përkasin konkretisht dy brigjeve të lumit në territorin e bashkisë Dimal, ku mbetjet urbane janë të pranishme kudo. Plastika mbetet problemi më I madh dhe më I përhapur. Shishe, qese, ambalazhe njëpërdorimshe, goma makinesh dhe mbetje të tjera që ndodhin në rënd shtratin dhe brigjet e lumit. Këto mbetje ngecin në brigje, kapen në deg pemësh, coptohen nga rrjedha ujit dhe përfundojnë në lum, duke u shndërruar në mikroplastik. Një ndotje e padukshme, por shumë e rrezikshme që dëmton jetën ujore, faunën, florën dhe në fund vetë shëndetin e njerëzit. Lumi mban mend gjithçka që ne I hedhim në shtratin e tij. Ai nuk I zhduk mbetjet, por thjesht I transporton më tej, duke përhapur ndotje në zona të tjera. Ndotja e lumeve nuk është problem I natyrës, por pasojë e keq menaxhimit të mbetjeve dhe e sjelljes sonë si shoqëri, duke hedhur mbeturinat vend e pa vend. Zgjidhja kërkon veprim konkret, përmirësimin e infrastrukturës së grumbullimit të mbetjeve nga bashkitë, reduktimin e plastikës njëpërdorimshe, ndarje dhe riciklim të mbetjeve, ndërgjegjësim të komunitetit, si edhe kontrolle më të forta dhe përgjegjësi institucionale. Të mbrojmë lumenjt sot që nesër të kemi ujë të pastër, biodiversitet dhe jetë, sepse lumi është pasuri natyrore, jo vend depozitimi mbetjesh dhe dora e njerëzit nuk duhet të jetë shkatërruese e natyrës.